Një tregim nga shejhu. Në njërin nga vizitat e mia në Gjermani, thot shejhu, erdhi një motor gjermane të pranoj Islamin. I thash asaj: "E nderuar, para se të shqiptosh shahadetin, dëshminë, dëshiroj të të pyes, cili është shkaku i pranimit të Islamit nga ana jote, derisa gjendja jone muslimanëve nuk e gëzon askënd?" Më dha një përgjigje shumë të çuditshme, u tha: "O vëllai im, unë pranova Islamin sepse Islami është fe e nderit." I thash: "Unë e di që Islami është fe e nderit, por çka ke për qëllim ti me këtë ndershmëri të Islamit?" Më tregoi një tregim të çuditshëm. Tha: "Isha në një shëtitje në Holland dhe pash një grumbull shumë të madh njerëzish në një fushë të hapur. Dëgjova zhurmë, britma dhe zëra. U afrova dhe pash në atë grumbull që një burr po bënte zina me një femër në prezencën e njerëzve." Tha: "Menjëherë i telefonova një shoqësime muslimane gjermane dhe i thash: Në Islam, a mund të bëj mashkulli një vepër të shëmtuar në këtë formë?" Ajo përgjigj: "Nuk lejohet që të kryej marrëdhënie intime në prezencën e djalit apo vajzës, e si ti lejohet në prezencën e njerëzve?" Më në fund ajo tha: "Mësova se vërtet Islami është fe e nderit."